Përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual të qytetit, specialist mjedisi, por dhe të mbritur nga qytetet të ndryshme, kanë protestuar këtë të shtunë kundër investimit në Zvërnec. Ata janë mbledhur në zonën e Portonovës për të kërkuar anulimin e projektit. Në fjalën e tyre ata tregojnë arsyet pse protestojnë, thonë se janë kundër projektit, i cili ka për qëllim shkatrimin e një zone të pasur natyrore. Duke treguar rëndësinë që kjo zonë ka për ta dhe për Vlorën, pohojnë se protestat do të vazhdojnë. Nuk mungojnë as qytetarë që kanë ardhur nga Italia enkas për protestën, edhe ata janë kundërshtar të këtij projekti. Së pari, unë do të shpreh nëpërmjet çështjes se kjo zonë është pronë shtetërore, por pasuri publike. Ndërkohë, nëpërmjet politikave të qeverisjes tonë, po planifikohet edhe është miratuar, apo bëhen tentativa që në këtë zonë të investohet me investitor të panjohur, me investitor të paligjshëm, me investitor të huaj, dhe të gjitha këto janë një përpjekje që bën kryeministri për ta betonizuar këtë zonë që është një nga zonat më të mira në vendin tonë. Vlerat e kësaj zone, që janë të mbrojtura me ligjin për zonat e mbrojtura si peizazhi i mbrojtur biosnart, përveç peizazhit fizik, është një zonë me një pasuri të veçantë biologjike, duke përfshirë faunën dhe florën e kësaj zone, por ajo që është më interesantja që këtu ka marrë pjesë shumë studios, shkencëtar të ndryshëm, studios shqiptar dhe të huaj, të cilat kanë identifikuar të tëra vlerat e kësaj zone. Prandaj, për vlerat që ka kjo zonë, është bërë e njohur pothuajse në të gjithë botën. Për gjithë pasurinë e saj, për karakteristikat ekologjike, për njohja si zonë e rrjetit ndërkombëtar, që quhet Emerald, është në mbrojtjen e konventës së Bernës për territorin ose habitatin dhe shpendët, është një nga zonat e mbrojtura që ka një pasuri të madhe të shpendëve, të dy shpendëve të veçantë, të rëndësishëm në nivel global, siç është flamingoja, ashtu edhe pelikani, që është një nga llojet më të rralla në gjithë botën. Me vendim qeverie, vendime të gabuara, vendimarrje të personalizuara nga kryeministri, i hiqet gjithë shqiptarëve si zonë e frekuentueshme dhe ja dhuron individëve të veçantë, oligarkëve të tij apo dhe politikanëve të botës, Vučić, Putin, Erdogan, Meloni, ish kryeministri i Francës, ai i Anglisë. Pra do të bëj të gjithë, ka futur dhe së fundi dhe Netanyahu, dhe në këtë mënyrë ne shqiptarët, edhe ne që kemi ardhur së këtu, jemi pjesë e protestës në nivel mbar shqiptar, nuk jemi të shkëputur nga protesta e përgjithshme. Arsyeja kryesore është Zvërneci. Nuk duam që të pronësohet kjo zonë që sipas nesh duhet të jetë natyrë mbrojtur, nuk duam privatizohet një zonë që i takon shtetit shqiptar, kushdo të qoftë pronari dhe kushdo qoftë projekti. Dhe arsyet më të mëdha se cili protestues ka, janë problemet që kanë qenë në Shqipëri të 35 vite, por mos shkuar edhe më tepër. Besoj thjesht janë qesharake, çdo deklaratë, nga spionat, nga çdo lloj vendi i mundshëm, armik që kemi, deri tek fakti që dje tha që nuk mjafton as 500.000 protestues për ndryshuar vendimin. Unë mendoj që edhe kaq protestues sa jemi duhet kishin ndryshuar mjaft, edhe besoj që do jemi edhe akoma më shumë derisa ta marrin në konsiderat numrin. Protestat do të vazhdojnë. Sot do të jemi në Tiranë orën 6, besoj edhe në qytetet e tjera do të ketë protesta, po organizohet diaspora për patur protesta gjithashtu, dhe shpresojmë që zëri të bataj që madh sa që mos ketë edhe ai mundësi ta injorojë. Protestuesit kanë marrë më pas me radhë fjalën duke kërkuar dorëheqjen e Ramës. Ata kanë thënë se ky projekt ka për qëllim shkatrimin e zonës së mbrojtur. Akuza kanë pasur dhe për opozitën, e cila sipas tyre mbron kauza kundër qytetarëve. Jemi në një zonë të mbrojtur. Është një zonë me rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për ne, por edhe për specie të ndryshme. Do ju kërkoja që t'jeni shumë të kujdesshëm me mbeturinat. Duhet ta mundohemi ta lëmë më mirë se sa i gjetëm zonën sot. Por kundër argumenti im është ky. Ne jemi ndër të vetmit popull që identitetin ton kulturor dhe kombëtar e kemi të ndërtuar te natyra. Kënga labe i flet natyrës. Kënga labe imiton natyrën. E ashtu të gjitha këngët popullore. Dikur shtëpit i lyenim duke imituar ngjyrat që shikonim në natyrë. Dikur këngët i bënim duke imituar natyrën. Veshjet i kishim duke imituar natyrën. Edhe askush nuk mund të na thotë se nuk kemi ndjeshmëri për natyrën. Ata që duan na heqin ndjeshmërinë për natyrën
janë oligarkët edhe qeveria. Se përveç se duhet na marrin tokën, kanë 35 vjet që na kanë bajnë të keq paguar, të nën paguar, që na bajnë, na lënë të vdesim nëpër spitale, na vjedhin te rruga, na vjedhin te legalizimet, na vjedhin te prona, edhe nuk është vetëm natyra, jeta jon është therr edhe në qytet, edhe në fshat. Është një emocion shumë i madh të ndodhemi këtu një javë pas asaj masakre, pas asaj barbarie, pas asaj tradhtie që ju bë shqiptarve. Sa zane Karaburun i kam vatanet e mia, do t'i marrë se s'është punë, është e jona Shqipëria. Ndërkohë që Gardhi që rrethonte zonën dhe prezantonte nisjen e punimeve për projektin në Zvërnec tashmë është hequr. Gjatë të protestës nuk ka pasur as forca policie pasi ajo është zhvilluar e qetë.